Shqipëria të gënjeshtra e madhe europianesi po shitet integrimi ndërsa shteti mbetet jashtë standardeve të BE-s. Në Shqipëri prej vitesh na serviret e njëjta përall, jemi më afër se kur Bashkimit Evropian. Çdo hap teknik shitet si triumf historik, çdo konferencë si fitore diplomatike, çdo dokument si certifikate europiane. Por raporti zyrtar i Komisionit Evropian për vitin 2025 rrezon pa mëshirë të propagandë të konsumuar. E vërteta është brutale, Shqipëria nuk është gati për Bashkimin Evropian. Jo sepse Europa nuk na do, por sepse shteti shqiptar ende nuk funksionon sipas standardeve minimale të një demokracie europiane. Demokraci formalisht, shtet realisht i kapur. Zgjedhjet në Shqipëri mund të zhvillohen pa tanke në rrugë, por kjo nuk i bën ato të ndershme sipas standardeve të BE-s. Raporti evidenton qartë abuzim sistematik me burimet shtetërore, mungesë fushë të barabartë gare, patronazh politik të rënjosur, parlament të dobët dhe të politizuar, vendimet e gjykatës kushtetuese që nuk zbatohen. Një kuvend që nuk kontrollon qeverinë, por i shërben asaj nuk është institucion demokratik, është zyrë vulash. Drejtësi e dy shpejtësi, SPAK se përjashtim më rregull. SPAK është shpesh përdorur si alibi për të mbuluar dështimin e përgjithshëm të sistemit. Po, SPAK ka dhënë rezultate. Por raporti evropian është i qartë. Korrupsioni mbetet i përhapur në të gjitha nivelet. Parandalimi është i dobët, deklarimi i pasurisë i paefektshëm, ndërhyrjet politike ndaj drejtësisë vazhdojnë. Vettingu ende nuk ka prodhuar një sistem të qëndrueshëm dhe efikas. Drejtësia digjitale pritet të funksionojë plotësisht pas vitit 2030. Europa nuk kërkon heronit e izoluar, por sisteme që funksionojnë. Media, liri e letër, kontroll e realitet. Raporti i BE-s nuk lë vend për interpretime. Pronësi e përqendruar. Financimet e errëta. Lidhjet e ngushta politik, biznes, media. Gazetar të kërcënuar dhe të pasigurt. Një vend ku media mbijeton nga reklamat shtetërore dhe presioni politik nuk ka liri shprehje, por vetëm zhurmë të kontrolluar. Ekonomi për themele, rritje për zhvillim. Rritja ekonomike shqiptare mbahet në këmbë nga turizmi sezonal dhe konsumi i brendshëm. Industria është në rënje, bujqësia me produktivitet të ulët, eksportet po bien, arsimi nuk përgatit fushi punëtore konkurruese. Shqipëria nuk është gati të përballet me tregun e lirë të BE-s. Kjo nuk është opinion, por konstatim zyrtar europian. Mjedisi, zero progres, zero përgjithësi. Në fushën e mjedisit, Shqipëria është praktikisht e ngrirë. Asnjë progres real, ligje të papërfunduara për mbetjet, investime pa vlerësim mjedisor, territori shitur me paketa fiskale. Në Europë mjedisi është politik shtetërore. Në Shqipëri është viktimë e interesave. Administra partijake e europiane. Meritokracia mbetet slogan. Emërimet janë politike, buxheti ndryshohet me akte normative, transparenca është selektive. Administrata shërben pushtetin jo qytetarin. Pa një administrat profesionale dhe të pavarur, integrimi është iluzion teknik. Përfundim. Problemi i KSHB-ja është shteti. Bashkimi Evropian nuk kërkon perfeksion. Kërkon sinqeritet, institucione funksionale dhe vullnet real për reformë. Shqipëria sot ofron propagandë, simulim dhe fasad. Derisa integrimi të përdoret si slogan elektoral dhe jo si proces i dhimbshëm reformash, Shqipëria do të mbetet kandidate në letër. Jashtë në realitet. Europa nuk blihet me konferenca. Europa ndërtohet me shtet.